Humbja e Viktor Orbanit dhe partisë së tij në zgjedhjet e përgjithshme në Hungari ka shpërsuar debatin edhe në skenën politike në vendin tonë. E në fokus përsëri është ish kryeministri Nikola Gruevski dhe qëndrimi i tij në Budapesht. Lidhja Social-Demokrate thot se me humbjen e Orban, Mickoski dhe qeveria aktuale e Maqedonisë së Veriut kanë humbur aleatin e tyre të vetëm që kishin dhe pas të cilit fshiheshin. Sipas kreut të opozitës Venko Filipçe, pas Orbanit pritet të bjerë edhe Aleksandar Vučić e bashkë me të dhe Hristijan Mickoski. Organizata kriminale vëmëron mbetet pa aleatin e saj të vetëm në BE. Nuk ka më fshehje të Gruevskit në Budapest, as kombinime biznesi. Kryeministi i ri i Hungarisë, zotri Peter Magyar, ka paralajmëruar reforma të thella në media për shkak të ndikimit të madh që Orban kishte mbi to. Regjimet autokratike po bien. I radhës është Aleksandar Vučić, e bashkë me të edhe Hristijan Mickoski. Sipas Filipçes, nuk është në pyetje vetëm se çfarë do të ndodhë me Hungarinë, por çfarë do të ndodhë edhe me Mickoskin. Filipçes i reagon në mënyrë ekspres nga VMRO DPMNE-ja, partia në pushtet thot se Filipçe nuk duhet të merret me zgjedhjet e shteteve të tjera, por duhet të distancohet nga Zoran Zaev dhe siç pretendojnë ata, partnerët e dyshim të biznesit prorus të lidhur me Zaevin, ku përmendin emra si Miodrag Daka Davidović, Oleksandr Onischenko dhe Borche Markovski. Filipçe përvishi mëngët dhe vendose partinë tënde në binar dhe në këmbë të shëndosha, nëse mund të thuhet se është e jotja, pasi ti je aty vetëm si ruajtës i karigës. Kjo është mbi të gjitha e rëndësishme, sepse për zhvillimin e një shteti nevojitet një parti opozitare shëndosh, një opozit që qëndron mbi këmbët e veta. Kur jemi tek zgjedhjet në Hungari, kujtojmë se Maksim Dimitrievski dhe Znam janë ata që uruan për fitore kryeministrin e ri hungarez. Në urimin e tyre nga Znam shprehen të bindur se marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Hungarisë do të vazhdojnë të zhvillohen me intensitet të shtuar.